Lavdi dhe falëndërimi është për Allahun fuqiplot, të cilën e besojmë se Zoti i vetëm që meriton adhurimin. Salavatet dhe selamet e dërgojmë pejgamberit fundit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes, shokëve dhe gjithë besimtarëve të cilët e ndjekin rrugën e tij me plot sinqeritet dhe dinitet deri në kiamet. Të dashur vëllezër, Allahu xhalleshanu Kur'anin e ka thënë mësim, e ka thënë udhëzim. E një prej formave të studimit Kur'anit është me i marrë mi lexu senet, një emën sa herë është përmend Kur'an. Për shembull emri ditë edhe emri natë, secila është përmend ka 365 herë në Kur'an. Ka diçka këtu. Ka diçka, pse 365? Pse jo ma pak, pse jo ma shumë? Fjala arabe, gjemil, që në shqipi bjen diçka e bukur, diçka e mirë, diçka e heshme, diçka e këndshme, diçka që të le me dasht. Fjala gjemil është përmend 3 herë në Kur'an në mënyrë urdhënore, edhe ju ka bashkangjit, Allahu ka thonë 3 sebepeve që ke fjalë. Ka thonë Zoti, wahjurhum hajran jamila. Bojkotoj, largo prej tyne me një bojkot të hishëm, të mirë, të bukur. E dyta, ka thonë, kur ti falish njerëz, fali në mënyrë të bukur, të mirë, të heshme, me të pas hije që e ke falë. Edhe treta ka thonë, kur të bësh sabër, le të ketë hija i sabrit, një sabër të bukur, një sabër të mirë, një sabër të heshëm. Jo, po bëj sabër, ku. Ja, sabër jam të bon. Çfarë sabër jam të bon? Sa sabër kë? S'pi foli vëllai filonit, jam kon shok deri dje me ta, po au këta, shto, shpif, nxit. E kum fal filonin, ama ma pesaj s'ka, ma buriket s'ka, se ke fal. Por deri se jetunajt të fol kundër ti non stop se ke fal. A ke fal? Shuje ma betën. A ke bojkotu, a e largu prej ti, ke pas mik shok jaran, se ki ma, shuje ma betën. Shtinë në tokë. Ja fal mirë, ja mos fal hiç. A jetu bo sabër. Allah ka përmen për Jakubin a.s. Fe sabrun. Kër i ka hup djali parë, ju ka nalë djali dytë, ju ka nalë djali tretë, i parë Jusufi, i dyti Benjamini, kër ja kanë reqat hilën me nalë Jusufi a.s. Jakubi nuk e ka ditë që djali vetë Jusufi e ka nalë. Djali tretë, dhe më thonë që në faktë të i madhi aj, me mosh, ka thonë ja, s'mu i më këtuj të baba, se ku ndonë besën babës që kam ja këtuj Benjaminin në shpe. Pa më falë baba, ose pa e këtuj vlavin, e vogël, nuk mu i me shku të baba, nalë në qytet. 3 i kanë hup. Edhe erën e parë kër i ka hup Jusufi, edhe tash, kër i hupin këta, kër i kalzun djend, ka thonë fe sabron, gjemil, edhe atërë tash, ka me ba sabër të mirë. Vetëm është anku të Zoti, kur se ka një kërkush një fjalë, dere sa syt e ti jenë zbarë, komplet barë djenë ba, komplet barë pitë kanës, kur nuk ka ditë si unë i ti me nejtë palët, te sa ju kanë hargju lëtët, edhe o verbu. Ama qka, i vetëmi që ka një ankesat e Jakubit a.s. konë Allahe. Kërkuj që ka anku. Nëse bën sabër që shka hije. Jo anka ju këti, s'kam, jo jam smut, jo ane jo këne, sa ti nuk ta vlen, masane mu taku me qatë filonin, prej ankesave të mlaja që i ka, kënena thot, do të bëj sabër. Nuk është sabër për deri sa ti të e që ditë dujon. Mes te edhe Allahit. Ulemat kanë thonë e vetëmja formë, e vetëmi moment, kur ty të lejot mu anku, edhe nuk të hup shpërblimi sabrit, është mes te edhe Zotit. Bani me kalzu, shkën të mjeku, e kalzën rastin, po më dhe mdora, i kalzën mjeku, qështu, mesele tjetër. Ama kush dhe që takuat, a keni raste kur ju takoni me dikan edhe, e vetë që shje kur t'ja njës me të kalzu, qatë shumë të anku, sa ti vjen pishpam se i ke thonë. Miro vla, po s'kam qa me të bëune, mësë më nësë detajt me mi kalzu, që herën tjetër më rujt, mësë me abot njëtën pytje. Se ku hije, ku del,
Po ashtu edhe wahjuruhum hajran jamila. Allah ka këshillu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, nëse detyrohesh dikën me bojkotu, e dini ju, kur e ka bojkotu Ka'b ibn Malikun, 50 sa ditë, ata tre shok. Pejgamberi alayhi salatu wasalam edhe sahabët nuk kanë pas drejt edhe s'kan fol keq për ta. Kanë shku te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kanë qenë një njeri të pit disa herë. Sa njëri për sahabëve ka thonë Allahu e mallkoft. Sa shpesh vjen i dehur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë mos fol keq. Nëse na po bojkotojmë mëkatin e tij, wallahi unë e di që ky burr e do Zotin edhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Os provu me këtë provë. Nëse do ta bojkotojmë dikant, largohemi prej dikuj. Wahjuruhum hajran jamila, me një largim të hishëm. Që le ta dija i filani se e pas ka pas një njeri i cili edhe në momentin që u ka largu, edhe në momentin që është i dhënu, edhe në momentin që diçka i ka largu, i ka nda mes vete, x arsyet. E pas ka pas arabisht qëtë asil, një shok me temel, që më smira pishman që ka kalu ditët me ta, me temel. Edhe po ashtu, kur ta falish dikën, ose falit që shka hije, ose levla njeri të paguje damin që të ka ba. Se ti qaqie të ndiku me fjallët e tia, masane, ti a shkatrove armërin e njerit. E shkatrove armërin e fmive të ti. Pa i kërë ka një ri, mu ma ka pas bo qështu, ma ka pas bo, unë ja kum pas fali, pa ata kështu, aten, kur të njën halko, thot, jo, s'po ban djallin e filanit me i dhonë nuse, qikën e filanit me marë për djallë, se ka thonë filanit që ata janë qësive. Atër pse e ke falë? Shko vla, lypja hakin tënë, të ka bo një dëmë, të ka gritë kërën, të ka shtyp kërën, lypja parët. Ama më s'falë mas shpinës, ja, unë e kum falë, që e ke falë ti? Ti e të janë gjitha, ti e të folë qatë shumë sa ti e shkatrove edhe generatën mas ti me fjallët e tua. Nuk quhet falja jo, ajo quhet hakmarrje në formë tjetër. Prandaj, çdo tri raste të dashur vëllezër, Allahu xhaleshani ka përmend me fjalën jamil. Kur të fal dikën, falet që ka hije. Kur të bojkoton dikën, largohesh prej dikujt për arsyet e tua, largohesh që ka hije. Edhe e treta, kur të bën sabër, bën që ka hije. Kërkun nuk është përmend fjala e bukur e hishme në mënyrë ordinore në këtë formë vetëm këto tri vende në Kur'an. E unë po mendoj që gjithë secili prej neve kemi hise në çet këshill të Allahut të lartësuar. Allahu na përmirësoft, na uzoft, na i fal mëkatet tona, na uzoft në rrugën e drejtë. O Zot, fal na neve, fali prindrit tan, fali të dashurit tan, forcona në këtë din, na uzon, na fal, na përmirëso. Ata që kanë vdekur prej neve, Zot, mëshirojnë xhenet. Boni onur varret e tyne, fladitja shpirtat e tyne në xhenetet Firdaus me rahmetin tënd. Ya arhamar rahimin, aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.